qytetarë të Ferizajt, 70% janë hajna, bashkëpunëtorë Serbisë edhe kriminela. 30%, dëgjo, 30% janë për karakter njerëzor. Vlen Cekët, emisioni 05 dhe unë personalisht distancohemi nga çdo mendim juaj. Po ti më Edhe i çdo qytetari tjetër. kur kom thonë në vitin e kalum, kur më ka bua pyetje gazetarja, çfarë mendimi ki, çuçi vlerëson tha qytetarët e Ferizajt. Thash Ferizaj, thash i ka 70% hajna, bashkëpunëtorë Serbisë edhe kriminela, 70%. 30%. Qytetarët? Si? Qytetarët Ferizajas janë tillë? Qytetarët e Ferizajt, 70% janë hajna, bashkëpunëtorë Serbisë edhe kriminela. 30%, dëgjo, 30% janë për karakter njerëzor. Tash mu njeri më ka pyet me pse ke thonë ashtu 70%. Tash kur thon 70%, thash dush me thonë ti, inshallah nuk jenë më shumë. Për hajni mos lash me këto pallatet. I dërun prej nga jete, je qytetit Ferizajt. Qysh? Je qytetari Ferizajt. Që 54 vjet. Po qysh ka mundësi mi akuzu bashkë qytetarët të? Me thonë 70% janë hojna është akuzi, jashtëzakonisht e madhe. Unë i akuzoj me fakte, për shembull, pallatet, dëgjoj, pallatet du të më bo me leje, janë ato rregullat banesore, që du të me pasht vend për parking e kuta dyën. I kiti baneset bashkan gjitën në njëre me tjetër. Parking, asë një. Pallati më i afër mi nga shtëpisë teme, ku është afër mentori, veç qatë shembull për të hepi. Asë nuk ka garazh, e ka një garazh për një familje. Asë nuk ka autoparking, është në trekansh, në rrugë, 2 rrugë, trekansh. Pra, pastaj, bashkëpunëtorë Serbisë, kur kom thonë janë 70% njerëz negativ, mas disa ditë u zunë 2 shpionat Ferizajit, partisë PDK, bashkëpunim me Serbi. Mas 3 ditë u zunë, televizion na i kënë ndëgjue, mas 3 ditë u zunë edhe një rus, edhe televizioni për në thatë, u zunë edhe një rus, bashkëpunim ata 2 shpionat e Ferizajit nga partia PDK-s. E për krime, mos të i numrej çfarë krime, çfarë kriminela, e kanë dhunue, më falë shprej, e kanë dhunue 18 vjeqarën, e kanë masakrue 2 kriminela. Për mu janë ata kriminela, vllau jem nëse veprojnë ashtu, për mu kriminel. Do me thonë, Ferizajli, 70% janë njerëz negativ, 30% jemi me karakter njerëzor. A u krye? Vlen Cekët, emisioni 05 dhe unë personalisht distancohemi nga çdo mendim juaj. Po ti më Edhe i çdo qytetari tjetër. Shqo, tash... Sepse mendimi yt është mendimi jot i lirë. Qëre, mendimi yt është... Cilin e vlerësojmë bashkë qytetarët tonë dhe jo vetëm. Mendimi yt është më u distancue. A une kur të flasë vërtetën, edhe ma shumë se të vërtetën, ajo është të drejta jote, e pranon a se pranon. Faleminderit shumë, knaci. Me njerë qafsh. Respekt.